Greva e urisë së ish të burgosurve politik që u ngujuan për 31 ditë në përpjekje për të plotësuar kërkesat e tyre, u shoqërua me reagime të forta ndërkombëtare. Përveç apeleve të mbërritura nga diplomatët e Trojkës në Tiranë, pak orë përpara shpalljes së përfundimit të grevës, erdhi edhe reagimi i Bashkimit Evropian që tërhoqi vëmendjen për mungesën e dialogut mes palëve për zgjidhjen e shqetësimeve të ish të burgosurve politik. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano kërkoi që situata e ish të përndjekurve të shndërrohej në prioritetet të gjitha palëve. Yes, indeed, we are following the situation and we are concerned by and we regret the situation. Situata e tyre duhet jetë prioriteti menjëhershëm për të gjitha palët. Kur flitet për shqetësimet që ish të përndjekurit ngren, ne inkurajojmë që problemet e tyre të zgjidhen me dialog të qetë dhe konstruktiv mes autoriteteve dhe organizatave të shoqërisë civile në kornizën e institucioneve demokratike dhe brenda legjislacionit. Në grevën e urisë, prestigjozja italiane e Corriere della Sera i kushtoi kësaj ngjarjeje në numrin e ditës së hënë një artikull të reporterit të Amnesty International Riccardo Nori, i cili hodhi akuza të forta në drejtim të kryeministrit Berisha, kokfortësia e të cilit sipas Corriere della Sera rriti tensionin mes grevistëve dhe qeverisë, duke i hedhur benzinë zjarrit ndërsa pretendoi se kjo greve ish të përndjekurve ka një motivacion politik. Disa prej zhvillimeve të ronditëse të grevës, që ishin 3 tentativat për vetflijim të 3 ish të dënuarve, Gjergj Ndreca, Llazi Koço dhe Lirak Bejko, që i vun flakën vetes, u pasqyruan nga mediat më prestigjioze. Greva dhe problematika ish të burgosurve politik ka përceu kufit e Shqipërisë një javë më parë, kur përpara se listë organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York u zhvillua një protestë në mbështetje të saj nga komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.